Pas zyrtarizimit të 4 nënkretarëve të rinj të Bashkisë Fier, zëvendës kryeministria Belinda Balluku në një prononcim për mediat ka pohuar se ky proces ka nisur disa muaj më parë për një riorganizim të mirëfillt të bashkisë me qëllim rritjen e cilësisë dhe shërbimeve ndaj qytetarëve. Ajo ka vendosur theksin në ristrukturimin e thellë të strukturave të bashkisë, që ka të bëjë me ndarjen e detyrave, digjitalizimin e shërbimeve dhe mbi të gjitha transparencën ndaj qytetarëve. Sot është një ditë e shënuar, për të thënë të drejtën, për Bashkinë e Fierit, sapo prezantuam 4 nënkryetaret e rinj. Kemi nisur një proces me kryetarin prej disa muajsh për një riorganizim të mirëfillt të bashkisë. Pikërisht ajo që tham në takimin me punonësit është që pas një pune shumë të mirë që është bërë këtu në Fier, duhet thënë që Fieri ka ndryshuar 4-cipërisht dhe është normale që ti sa më shumë punon, sa më shumë ngre, aq më shumë rritet kërkesa e qytetarëve. Për këtë arsye, duhet një riorganizim i thellë dhe një ndarje e mirë e detyrave, digitalizimi i proceseve të Bashkisë së Fierit dhe mbi të gjitha transparencë për qytetarët, diçka që kërkohet kudo sot në administratën publike dhe lokale. Besoj që me grupin e nënkryetarëve, për Armandon puna do të jetë më e thjeshtë, territoret do të jenë më të mbuluara dhe qytetarët do të jenë më afër administratës lokale. Ndërkohë kryebashkiaku Subashi ka theksuar se ky është një proces që do të vazhdojë edhe në nivel institucionesh vendore. Sipas tij, struktura e re e bashkisë në 2-3 muajt në vijim do të ndryshojë tërësisht në përputhje të plotë edhe me statusin e nënpunësit civil për çdo punonjës. Ne sapo kemi miratuar në fakt strukturën e re të bashkisë, duke u bazuar në vendimin e Këshillit Bashkiak, ku përcaktoi numrin e përgjithshëm të punonjësve. Janë krijuar disa drejtori të reja, le të themi, ashtu sikurse është krijuar edhe një ndërmarrje e re, që ka të bëjë kryesisht me administrimin dhe mirëmbajtjen e varrezave publike, si një moment në fakt me ndjeshmëri shumë të madhe tek pjesa e qytetarëve. Nëse deri dje kemi pas një sektor pra ndërmarrjes së gjelbërimit, gjykuam që këtë ta ngrem si një ndërmarrje më vete, e cila padyshim ka nevojë për mirëmbajtje dhe për investime në fakt në varrezat publike, jo vetëm le të themi ato elementare që mund të jenë rrethimi etj, por diçka më shumë. Kështu që mbi bazën e strukturës së re, padyshim që do të respektohen të gjitha normat dhe aktet ligjore në fuqi, në radhë parë duke respektuar statusin e nënpunësit civil dhe ligjin për nënpunësit civil, dhe pjesa tjetër pastaj e organikës dhe strukturës që trajtohet me kodin e punës, sigurisht do i nështrohet rregullave që parashikon kodi i punës. Pra në 2-3 muajt në vijim, le të themi, bashkia do të vazhdojë të jetë në një proces ristrukturimi, plotësimi të organikës, plotësimi të drejtorive, ku do të parashikojmë edhe gjithë kriteret për çdo pozicion pune, për çdo drejtori, sipas funksionalitetit që ato do të kenë. Dhe besoj që me miratimin edhe të buxhetit dhe të paketës fiskale në fund vitit, padyshim do të bëjmë një ristartim, mendoj, të fuqishëm në muajt në vijim për të përballuar me sukses sfidat e reja në fakt që kërkon kohën përgjithësi, qeverisja, por edhe qyteti i Fierit në veçanti, padyshim, ku ne dim shumë mirë që edhe pse kemi bërë shumë punë, prapë gjithmonë me njëri tjetrin themi që kemi akoma shumë për të bërë. Ndërkohë për sa i përket zgjedhjeve të pjesëme që do zhvillohen në disa bashki të vendit, Balluku është shprehur e bindur se Partia Socialiste do të ketë të njëjtin sukses sikurse ka patur në 11 maj, jo vetëm në Fier, por mbar Shqipërinë.